Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me ciklin e misioneve të ecshëm me gjurmët profetike, tek tema e 14 dalja e diellit nga perëndimi. Pra, na ka lemruar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurairas, ana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam قال pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la taqumu as-sa'atu hatta tatla'a ash-shamsu min maghribiha. Nuk do të ndodhi kiameti derisa të dalin dielli nga perëndimi i tij. Fara'aha an-nasu amanu ajma'un, dhe do ta shohin të gjithë njerëzit dhe do të besojnë. Falidhalika, dhe atëherë kur ata do të besojnë, lexoj pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjalën e Zotit në Kur'anin Kerim, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Pra, nuk do të bëj dobi atë ditë besimi i tyre, për sa kohë që nuk ka punuar, nuk ka besuar më përpara, apo nuk ka bërë vepra të mira më përpara. Pra, nuk do ketë dobi besimi i tyre në momentin kur është fundi i kiametit, sepse tashmë ata e panë me sytë e tyre çfarë ndodhi, por do të ishte më mirë për njerëzit që të besonin përpara se të vi kiameti. Dhe vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe thotë: "Wala takumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma baynahuma fala yatabayya'ani." Pra, do të shohet kiameti, do të ndodhi, ndërkohë që do të ketë njerëz, dy burra që shkëmbejnë tregti rrobash me njëri tjetrin dhe nuk do të arrijnë ta kryejnë aktin e tregtisë. Wala yatuyanihi, dhe as nuk do të kenë mundësi që ta hapin apo ta palosin. Wala takumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bi labani liqhatihi. Pra, do të ndodh kiameti atëherë kur njeriu thot e ka mjelur qumshin e deves tij, wa fala yat'amuhu, dhe nuk do ta shijojë atë. Pra, do t'i ngelin dorë. Wala takumanna as-sa'atu wa huwa yalitu hawdahu, do të ndodhi kiameti atëherë kur ai njeriu i cili ka një burim ujë e rrethon atë, që mos të derdhet, pra mos të hapet ujë majtas apo djathtas, pra e grumbullon ujin. Fala yasqi fihi, dhe nuk do të ketë mundësi që të ujisi bimët me të. Wala takumanna as-sa'atu wa qad rafa aklatahu ila fihi fala yat'amuha. Do të ndodhi kiameti atëherë kur ai do të jetë duke ngrënë, që duke futur kafshatën e bukës në gojën e tij dhe nuk do ta shijojë atë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith që transmeton Buhari dhe Muslimi. Pra, këto janë disa të vërteta që duam apo s'duam do të ndodhin, prandaj është shumë e rëndësishme, siç e përmendëm në ky hadith, që tregoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që do të ndodhi kiameti dhe do të lindi dielli nga perëndimi dhe nuk do të ketë dobi besimin atë kohë kur ta shohësh që dielli lind nga perëndimi, sepse ajo është shenja e fundit dhe do të shkatërrohet e gjithë njerëzimi. Prandaj nuk ka dobi, thot Allahu, besimi atyre cilët nuk besuan më herët më përpara dhe që nuk bën vepra të mira. Pra, imani i tyre nuk ishte shkak që ata të bënin vepra të mira, besimi i tyre. Elusim Allahun azza wa jalla që ka tregon se do të vijë shumë njerëz në befasi. Elusim Allahun na përfshin rahmetin e tij. Do mos na arrijë ajo kohë ku njeriu do të jetë duke bërë tregti dhe s'do të mundi ta bëjë atë. Do jetë duke miel kafshën e tij dhe s'do të mund ta bëjë atë, ta shijojë qumshin e saj. Do të jetë duke grumulluar ujin e tij dhe s'do t'i vadisi bimët apo baçën e tij, apo do të jetë duke ngrënë dhe s'do ta çojë deri në fund ushqimin e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.